Ciao babbo. Di që do të ajo shpreja. Ajo shpreja që kur polla mu tha zorra, është e vërtet. Mora çikos me cereali. Unë po shluk. Unë po shlukëm për vete hapën të goja tjera. Ej, basta. Daj. Shiko çgali. Shiko ti më. Bene. No. Ami, basta. Buona guys. Non c'è più. Dhe bëjnë një kas plot. Ajo shpreja kur thon që kur polla më tha Zora, është e vërtetë njërë, sepse marrën çik cereali, çikos, edhe thash hajnë çik një diçka. Erdhën këtu njëri që ande njëri që këte, unë mbush lukën dhe ta hap gojë, njëri ande njëri këte. Po të qeshur, u shkriva së qeshuri. Tani si kur t'ja bëj atyre, unë nuk e hana, ta kur e bëj unë një pëlqen. Kupton? Ja, që është faqenda këtu. Atëherë njërës, do i marrim çikos. Kopse. Kos, jo kopse. Marrim çikos njërës, dolçen e përdorim këta, është shumë i mirë. Këtu. Shtim çikos. Okej, ka shkënë këtan. Plot e kemi, plot. Plus, pastaj marrim cereali, që unë i ve gjithmonë tek kafanazët plastik, kështu qelq. Edhe shtim pak nga këta. Okej, mbaro dhe rutini. Quelli che si mangiano la parte. Fa vedere? Arli, se që ragazzi, ku do ikin çuni? Te deti e nëna. Dikim te deti. Erdi babi na punë, çovi birin te deti. Pa babo, ciao. Ciao guys. Hi guys. Hey guys. Shkojmë te deti njerëz që e kemi. Trambeka të nëna. Allora ragazzi. Po njerëz, e kemi detin shumë afër shtëpisë, mbarove marrë të punën edhe erdhëm të lëm fëmijët një 2-3 orë të lozin, se nuk është as në 8, është ora diku tek 6 e ca. Edhe të shkojmë, kalëm 1-2 orë aty. Babbo che quei fiori là bianchi sono i fiori delle persone dove ci giocano. E gjithë jeta ime në një video, ja. Këta janë jeta ime. Atje është Amarili si me Ildin, që po lozin. Arli, ku je nëna? Arli që po loz. Dhe pëthoj se njerëzit ka nikur fare, u bërshua këtu, s'ka më njerëz dhe pak fare. Po t'je bravo për të syve. Dhe i kem në shtëpi njerëz, ka që ishte deti edhe për sot, të kënasha. Kemi që në 6 ora 8, mjafton. Tire! Tire! Ciao
dhe bibu. I tu. O Ildi, ka i pun një macok të makina. Njerë sa u kthevëm nga deti edhe gjejmë këtu bostan, E shalqi. gjeta une. Nuk e gjeta une, e pe ti. gjeta une. E gjeti quni. E kemi bërka që në tesoro. Nuk e dim kush e ka dërguar. Gjyshi, sekundu me. Ne mendojmë se ka sjell babi. Pse, a i mërë të madhe e mërë të mirë. Babi li quni. Okej, burr ti kush thoj që e ka sjell? Shedhur në kancelin. Nga ka kaluar, thoj ti? Ha? Qa po ha ti, mami? Qa po ha? Qa ka emrin ajo? E botoni. Bostani. Ehi ragazzi, jemi gati për det. Jemi gati për det. Vamos alla playa! Por është shumë bujo, nuk e di pse. Così. Guys, do ikim të playa. Vamos alla playa. Po, shkaj. Playa dhe... Ku be ikim ne? Do shikosh trenën? Shonën ajo dhe. Bab, non c'è il treno adesso, papà. Erdi banda. Ha? Banda e fshatar. Erdi banda. Fshatar, Po. burro, fshatar me yll. Po fshatar dhe lumtur dhe krenare biles. Që fshatrat tona, këndare. fshatrat tona tani po lulëzojnë. Ky është fshatar Çukareli. Ti e makaroni. Ti e fasule. E ikim det njerëz. Kishim një shalqin të sjellë dhe E kemi të grirë. Ma quanto sei bella. Ami? O, e butur. Kërsa ti është kami me vllajën e vet. Orli, qa bere ma? Ha? Bella la vita. Halla? Halla. Orli, se qërosh ma? Vuoi ciccione per favore, assolutamente. Ja. Hi guys. Po bëjmë një. Po bëjmë një kami. Më rëshkiti telefoni. Ku jeme? Po bëjmë lloqe kavaje. Po bëjmë tash e theme. Që shqipën ato news gossip. Po gossipojmë. Di chi? Della meglio? Della meglio? Che è la meglio? Gossipiamo delle youtubers shqiptare që gocat i ndjekin shumë. Della meglio? Perché ridi te? Della meglio mi ha dato palo a me, mi ha dato palo per la cena. Gossipiamo? Prima mi ha detto, hai un'ape qua. Aiuto! Iku! Sa për ti Kamila për si ratë fik. Do ikim tani të marrim kafe njerëz, për vete, për burrin, për hallën time Alma dhe për burrin e hallës time Thoni. Dhe po. Dhe do i marrim vetë normalisht. Certo. Edhe këtu kemi Ailusen. Mettete like a Keta, seguitela, shumë gocë mire. Hemi. Ku jo i butur i mamit? O babo me nina? Ati ma ta është Kamila me Amin. Normale, po të spostoj baba Marildo, mirë do bëj. Qua. Kujdes nga Bella. Kur nuk marrë çadër me vete, e kam ombrelonën. Amarildo bën hije për gjithë.
Shkon radio. Zonë më. Edhe në qik dhe ikim njerëz se më nëjnë që për darkë, sa të lajmë fëmijët, sa të lajmë vet. Edhe po. Hey guys, po kthehemi në shtëpi. Mbaroi plazhi dhe për të shkojmë në shtëpi, do bëjmë dush edhe dhe kemi ordinuar pizza. Shpresoj shumë që Arli pas ta zoj gjumi. Arli, mos fle. Sa kemi ardhur në shtëpi, është lar Kamila, Ami dhe Arli dhe jemi duke pritur pizza. Tani po lahet Amarildo dhe do futem unë direkt një dush. Vloget nuk do t'i laj se kam live dje. Do laj vetëm trupin, do ndrojmë dhe do hajmë pizza. Ha buri. Edhe burri si lavato. Kjo është gjendja në vask pasi kthehemi nga deti. E merrni me mend apo jo? Patate, 2 patate, 3 patate, 4 patate. Një patate, 2 patate, 3 patate, 4 patate. Hej, gocat e mia! Jam këtu dhe dua t'ju tregoj 2 fustane që kam marrë nga Temu. Jo shenjë, Temu. Edhe dhe t'ja tregoj kështu dhe pastaj veshur, okay? E kam vënë ka stile kamën që mos më duket fytyra, që të shikoni më mirë fustanet. Si fillim, vazhdoj me këtë që e kam super dashuruar sa po e pash. Dhe voilà. Është ky dhe më pëlqen shumë materiali. Njerëz, do flasim për materialin dhe vetëm nga Temu, më falni. Se Temu dhe shenjë motre vlla janë, që kështu janë me këto licet që vjen që lidhet edhe ka krejt kurrizin për jashta, ma krejt, dhe kjo mënyra e kurrizit jashta kështu nisë edhe do të vesh edhe do shikoni. Ngjyra, materiali, ka një material fantastik njerëz. Fantastik. Dhe është i derdhur, imagjino që ke i kurosur normalisht, edhe i gjatë deri në fund këmbësh me këto frudllat, shumë i bukur, shumë i bukur. Tani do t'ja tregoj të dy dhe pastaj do t'i vesh njëri pas tjetrit. Dhe ndërkohë këtu kam veshur një nga fustanet kur kam qenë shtazane me Arlin, e kam marrë ka stile se kishim një ditëlindje në një prej shoqërisë tonë, ishin italiane dhe vesha këtë dhe mori kultura kur isha shtazane me Arlin, që i kisha barkun e madh, kështu. Nëse do gjejnë një foto të ja lodi këtu se si dukesha me këtë fustanin shtazane me Arlin, më kam qenë diku tek 5 muajshe. Kurse këtë njerëz e kam blerë pa dashje, domethënë e kam shkelur gabimisht, por do të them që veshur s'do rin keq, si thoni ju. Është me mëngë gjata dhe këtu ka një pjesën poshtë si crop top edhe këtë kështu. Ta tregon data. Lart është triketuar, siç e shikoni me këtë materialin kështu dhe poshtë është tip patlasi freskët, i derdhur, goxha i rënd. Tani do ja tregoj veshur se idealit nga bezdi. Ja, ku është njëri nga fustanet, i veshur, si duket, është kështu. Është shumë i bukur, edhe ka këto detajet e lidhjes këtu, shumë të bukura, më pëlqejnë shumë. I lidh dhe i shtrëngon si duash, edhe është i gjatë deri në fund të këmbëve. Kështu. Provojmë tjetrin. Dhe tjetri është ky. Është shumë i bukur, më pëlqen shumë. E kisha marrë me mëngë gjata dhe me thënë drejtën këtë e kam shkelur kështu kot, se më duket se kisha zgjedhur një tjetër, po kishte ngel në karel. Edhe është ky po gjatë. Pjesa e lartë është trikotuar, siç e shikoni, me këtë supet jo shumë të gjëra, por që vijnë shumë deri në cep. Këtu është me 2, që edhe po nuk doni të vini recipeta, pjesa poshtë duket si fasho dhe kjo për një mbulim më shumë. Edhe pjesa poshtë është fësh e freskët, ngjyrë shumë e kuqe, deri në fund këmbëve. Biles po mendoja që ta bëja me mëngë të shkurtra dhe ta përdor, por është shumë i freskët, në thënë drejtën, shumë i bukur. Imagjinoni me kaq shkurtra ose me japone, ishte më i bukur. Më shkon e kuqa, më pëlqen. Edhe me këta më duket vetja si një kësut kuqe. Kam blerë dhe një palvët që tani do ja tregoj. Që janë këto këtu.
Se me që tani është vapë dhe përthoj se të shumë të në rasteve mbaj gjithmonë flokët kapur, ka marrë këto vëthët që më pëlqenjë tej masi shumë, jam shumë figurante, edhe ka marrë këto. Gjithashtu mora edhe një set me kutijat e punës së Marlit, se më kishin mbaruar. Edhe tani do t'ju tregoj mizurat, se kam bërë dhe një ordinim, dhe me që e kam dhe në ordinimin brenda dhe duket më bukur. Kemi marrë kutijat, këto janë kutijat e Marlit, të vogla, kurse të mëdhajat janë gri. Kështu. Edhe unë zakonisht këtu i pincoj një fjongo, roz ose të bardhë. Kështu. Edhe dërgojmë porosin. Lart vëjmë ato dërgesat. Edhe po. Këtë dhe lem këtë bënda që pastaj të arguan të sistemojnë. Kështu, këto ishin blerjet e mia kësë radhe. Kisha ordinuar një 2 gjëra tjera, por që më ishin kthyer mbrapsh, edhe më kthyen lekët në konto, që kështu do blejmë prapë. Ciao ciao. Hey guys, ne do ikim nga nëna. Edhe para do ikim të marrim Frappe. edhe pasaj do ikim nga nëna, bëjmë një gjiro. Edhe mi shkonja. Edhe unë do e marrë gusto biskotto dhe mami do e marrin gusto cioccolato fondente, kafe dhe biskotto dhe Ali do e marrin vetëm biskotto, Nena do e marrin kafe. Arli, kafe? No. Quni do e marrin biskotto. Mbarë bukur telefon. Biskotto me tashe. Dhe sot është një nga të ditët ku baba Marilda punon shumë vonë. Mirë më ngjes, o buturos, mirë më ngjes. Kush më ka veshur bokse mua sot? Kush më është bërë buri vogël mua? Mirë më ngjes, nga një ditë tjetër, sot do t'jetë e mërkurë. Edhe unë dhe Arli jemi mbitur shumë herë. Arsye normal, mendoj se e dini gjithë, Arli ka ndjerë babin e vetë. Edhe normalisht që pastaj erdhim zgjovi mua, o mam. Edhe jemi këtu të zgjuar tani të dy, që unë sapo piva kafen. Arli u la dje daci, Arli po pin cici tani. Nuk se ne kemi vënë në punë, po na fshin po na la. Edhe po. Ky vlogu që do shikoni është i bërë prej shumë ditëve. Biles kam priti çik mami. Biles e kam lënë pa hedhur sepse kam hedhur atë të Kamilës, ditëlindjes Kamilës, por në të vërtetë si radhë do ishte ky pastaj ai. Por gjithsesi, okay, se kisha përfunduar akoma editimin e këtij dhe thash le të bëjmë atë të Kamilës. Që kështu do shikoni 2 ditë në det, është una dhe diela dhe sot që është e mërkurë. Dhe pak dje kur kam shkuar tek prindrit.